Urtësi tjetër vëzër, që Allahu xhela ka krijuar sherrin dhe e ka lanë që të ekziston sherr, cila vëzër është që njeriu ta bart në tobe, në pendim te Allahu subhanahu wa taala. Shpesh vëzër njeriu zhytet në gjunahe, dhe haron Allahu te bareke ve teala. Zhytet në epshet e veta, kënaqësitë e veta, haja e vet, pija e vet, edhe harrohet. Vallahi disa njerëz ndoshta shpesh na i përmend disa gjëra shpesh po duket si zbavitse, po ato janë shumë vëllëmshme vëzër. Vallahi Milan disa njerëz më thon, a kishe jetu 700 vjet, pesh me hang me pije dhe digitronin e televizorit dorë, thot po. Kur se kisha ndruar? Televizor, ha buk, rre 700 vjet. Vesh në jetë të mgoje. A jeti thonë kësaj vëzëra? Jeti thonë me i shku jeta, ka disa njerëz që s'ka, jeta vetë çka dihet për atina, ka kishë televizor shumë. Apo, çka? E ka si televizor. Në vazhdimisht. Ku jeta? Çka ka boki? Çfarë vlera kanë nxjerrë në dunja e kështu me radhë? Andaj disa njerëz zhyten në epshet e veta, zhyten në kanët e veta, sicili me epshin e vet. Dikush e ka në syrete, në pamjet grave, dikush e ka në filma, dikush e ka në parë, dikush e ka në fuqi, dikush sicili e ka në një lloj epshin e vet. Dikush e ka në ngrindme, sunripa u përla Allah. Dikush e ka në bërtitme, sicili e ka, dikush e ka me jadit, namin, e kështu me radhë, unë jam i madh, s'pe di njerëz sa jam i madh, s'po më shohin e kështu me radhë. Këto janë vëzër epshet e njerëzve. Apo, e mirë vëzër, Allahu xhelalu ala, Allahu te bareke ve teala, për mi ul njerëz çfarë ban? Thot Allahu xhelalu ala, duke përshkruar gjendjen e bijve të Israilit në surën Al-A'raf, ajeti 168, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Thot Allahu xhelalu, ne ishtim bela bijt e Israilit me të mira dhe të këqija. Pse o Zot? La'allahum yarji'un. Nashta i kthejnë Allah. Pse o Zot ma qohet smuje? Po edhe sa me të prit në tije. Andaj prej urtësive të Allahu te bareke ve teala, që ja dërgon njeriu të ligat, vështirësitë, belat, fitnet, e që marrin emrin sherr, apo është me të pastruar. Me të pastruar nga gjuna. Gjithashtu pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith që kanë thënë Imam Tirmidhi dhe Imam Ahmedi, ka thënë alayhi salatu wassalam, la yazalu al-bala'u bil mu'mini fi ahlihi wa malihi wa waladihi hatta yalqa Allah wa ma alayhi min khati'atin. Ka thënë alayhi salatu wassalam, si ndalet belaja besimtarit. Vini dhe vëzë çfarë shprehje përdor pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Si ndalet belaja besimtarit. A këto dalin në televizor na thonë kena mu knasna, kena me hinja ty e këto e. Si ndalet belaja besimtarit deri, thot alayhi salatu wassalam, si ndalet belaja besimtarit në grujen e vet, në parën e vet, evladin e vet. Por kimu sprovu me grujen, kimu sprovu me pare, kimu sprovu me evlad. Deri kur? Deri sa ta takoje Allahun xhelle xhelaluhu pa asnjë gjuna. Ti kujton se rastësisht është që ti ki belaja, po çish kimë shkut Allahu i pastër? Me këto belaja. Këto belaja rrugës, apo rrugës të pastrojnë derisa të mrisht Allahu te bareke ve teala i pastër.